Në Maqedoninë e Veriut janë konfirmuar 35 raste dhe 3 raste të dyshuara me ethetenilit perëndimor, të cilët janë në proces të diagnostifikimit. 6 pacientë janë në gjendje kritike dhe ndodhen në kujdes intenziv në klinikën infektive. Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski, shtoi se deri më tani janë regjistruar 3 raste të vdekjes nga ky virus. Në momentin imаме 35 potvrđeni. Për momentin kemi 35 raste të konfirmuara dhe 3 pacientë në proces të diagnostifikimit. Kapacitetet shëndetësore për diagnostifikim janë ngritur në nivel maksimal. Nëse në vitet e kaluara bëheshin rreth 40 analiza në vit, tashmë kemi arritur ritmin prej 4 deri në 8 analiza në ditë. Dua të rikujtoj se për konfirmimin përfundimtar të diagnozës nevojiten 2 teste të pavarura. Janë informuar të gjitha repartit infektive, mjekët anë, mjekët familjar, klinika e neurologjisë, si dhe neurologët në përgjithësi. Pra, alarmi për njohjen dhe diagnostifikimin e sëmundjes është aktiv dhe kapacitetet për diagnostifikim janë në dispozicion. Ai theksoi se aktualisht zona më aktive në Europë sa i përket etheve të Nilit perëndimor është Athina. Sipas tij, në Greqi deri më tani janë regjistruar 81 raste në formë neuroinvazive të sëmundjes dhe 9 persona kanë vdekur, ndërsa rastet tashmë janë regjistruar edhe në zonat kufitare me Maqedoninë. Aktualisht 16 pacientë janë të hospitalizuar në klinikën për sëmundje infektive, ndërsa një pacient po trajtohet në një institucion privat shëndetësor. Nga klinika për sëmundje infektive deri më tani janë lëshuar 15 pacientë të cilët janë shëruar.